i prekshëm, një rrëfim që në fakt të godet në shpirt. Janë fjalët e një nënës e cila është e thyer nga ky mentaliteti që ti ke lindur vetëm vajza dhe nuk mund të lindësh djalë. Edhe pse jetojmë në vitin 2025 dhe 2 ditë do të kalojmë në vitin 2026, inati, mlefi dhe urrejtja tek kombi shqiptar është akoma një tabu që nuk po thyhet kundërdrejt vajzave dhe nënave që lindin vajza. Le të themi janë të ngjitura në kryq. Dhe kështu po ndodh me këto nëna. Rrëfimi sot ma ka sill kjo nënë e cila është shumë e thyer, është shumë e mërzitur dhe dëshiron që atë të keqin që ka brenda vetes së saj ta ndan me të gjithë ne. Nuk e di se kur filloi urrejtja.